Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar shikues dhe dëgjues, jeni në emisionin ton në prag të iftarit. Emision ky i cili realizohet nga Muftinia e Shkupit dhe që mund ta ndiqni në valët e Radiovatit dhe në kanalin zyrtar TV Muftinia në rrjetet sociale. Ky program i përditshëm në atmosferën e bekuar të muajit të Ramazanit synon që të sjellë freskim për zemrat tona me anë të rrëfimeve dhe mësimeve nga jeta e sahabëve dhe personaliteteve të devotshme nga historia islame. Sonte musafir në studio kemi hoxhën e nderuar Sead Efendi Ashari, i cili është imam dhe hatib në xhamin Dëshmorët në Hasanbek, me të cilin do të bisedojmë rreth temës Betejë e Bedrit. Mirë se na erdhët në emision, hoxhë i nderuar. Mirësi u gjeta. Hoxhë nderuar, na tregoni pak si filloi Betejë e Bedrit. Alhamdulillahi alladhi khalaqa fasawa faqaddara fahada. فسبحان الذي من أنعم على الإنسان بالفكر والبيان وأنار الكون بالقرآن وجعل جزاء الآخرة إما نعيم في الجنة وإما عذاب في النار والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Atë madhrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salatat dhe selamet tona qofshin për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për gjithë mbar muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht ju falenderoj për ftesën. Sa I përket pyetjes tuaj se si filloi Betejë e Bedrit, e gjithë kjo betejë e madhe e pejgamberit alayhi salatu wasalam, apo ndryshe e njohur si betejë e parë në Islam dhe betejë me të cilën Allahu xhaleshanuhu e ndau të vërtetën nga e kota. Kjo betejë fillimisht filloi me një karavan I cili ishte nisur nga Shami drejt Mekës, I udhëhequr nga Ebu Sufjani. Në momentin kur pejgamberi alayhi salatu wassalam e kuptoi se ky karavan ishte nisur drejt Mekës, ai u konsultua me shokët e tij dhe ju tregoi për këtë gjë. Pasi që ju tregoi, disa prej shokëve të pejgamberit alayhi salam, të cilët ishin Mekas apo muhaxhir, thanë se në atë karavan ne kemi hise, pasi që hisën tonë të cilën ne kishim në Mekë, ata ne I kanë marrë. Dhe përderisa ata neve ne I kanë marrë këtë hise, edhe na kemi këtu hisën e këtë karavan. Një pjesë tjetër e grupit, të cilët ishin edhe ata po ashtu muhaxhir, thanë nuk kemi nevojë që ta plaçkisim këtë karavan, pasi që e gjithë ajo që na ka mbetur në Mekë do të mbetet në Mekë dhe nuk kemi nevojë për ta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasi që e mor vendimin që të dalë në betejë apo që për ta marrë këtë karavan, Ebu Sufjani e kishte kuptuar që muslimanët dëshirojnë që ta marrnin këtë karavan. Dhe menjëherë I informoi kurejshet e Mekës për të përgatitur në luftë që ta mbronin karavanin e tyre. Pejgamberi alayhi salatu wassalam së bashku me shokët e tij, para se të fillon lufta dhe nuk e dinte se Mekasit kishin marrur vesh që këto dëshirojnë që ta marrin këtë karavan, u konsultua fillimisht dhe tha se çfarë ne duhet të përgatitemi për të dalur përballë atyre. Para se pejgamberi alayhi salatu wassalam të dalë në këtë luftë, nga muslimanët u përgatitën 314 burra dhe me vete kishin vetëm se 70 deve, që I bie që një sahabi, 2-3 sahabi të udhëtojnë me një deve. Domethënë devet nga numri I muslimanëve ishin më të pakta. Në momentin që muslimanët u përgatitën që të dalin në luftë, pejgamberi alayhi salatu wassalam fillimisht dëshiron që ta mirte vesh dhe të konsultojë me shokët e tij se çfarë mendimi kanë sa I përket kësaj lufte. Kur foli me shokët, me sahabët pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai tha se do të përgatitemi për këtë luftë dhe çfarë mendimi keni ju. Disa nga muhaxhirët I thanë, o I dërguari I Allahu xhaleshanuhu, ne jemi të gatshëm çfarë do që të bësh ti dhe ne do të vështesim deri në frymën e fundit. Mirë, po pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk u mjaftua vetëm me mendimin e muhaxhirëve apo me kasëve të cilët kishin bërë hijret në Medinë. Por qëllimi I pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte mendimi I medinasve, I ensarëve në këtë drejtim.
Dhe në momentin kur e pan medinasët kurreshtin e pejgamberit alayhis salam, atëherë Saad ibn Muadhi reagoi dhe i tha: "O i dërguari i Allahut xhaleshanuhu, tha dëshiron që ta dish mendimin ton të medinasëve?" Pejgamberi alayhis salam i tha: "Po, o Saad." Andaj tha: "O i dërguari i Allahut xhaleshanuhu, na ty të kemi besu dhe kemi dëshmu se ti je pejgamber i Zotit xhaleshanuhu. Ne ty ta kemi dhënë betimin se çdo vend ku do të shkosh ti ne do të jemi pas teje, edhe sikur ti ja mësish detit, ne do të jemi pas teje." Kjo përgjigje e Saad ibn Muadhit e rahatoi, si të them me një fjalë, pejgamberin alayhis salam dhe e mori miratimin e grupës të cilët ishin të përgatitur për luftë. Andaj Ebu Sufjani në anën tjetër i kishte lajmëruar Kurejshët duke i thënë se rrugën të cilën unë e kam pasur për të ardhur në Mekë e kam ndryshuar dhe se karavani të cilën muslimanët kanë bërë plan me na i marr e kam shpëtu. Andaj, thot nuk keni nevojë për të dalë në luftë, mjafton thot që të ktheheni në vendet e tuaja. Ndërsa mushrikët të cilët ishin në krye me Ebu Xehlin, ata thanë kështu: "Ne do të shkojmë deri në Bedër, do të qëndrojmë aty 3 ditë, do të therrim deve, do të hajmë, do të pim dhe do të lozin para neve femrat në mënyrë që të kënaqemi. Ndërsa ne thot nuk do të lëvizim prej Bedrit 3 ditë. Derisa ta kuptojnë arabët se kush janë Kurejshët dhe të na friksohen me një farë mënyrë." Andaj pejgamberi alayhis salam pasi që mor vesh për këtë pjesë se ata u përgatitën dhe do të qëndrojnë në atë pjesë, atëherë pejgamberi alayhis salatu vesselam filloi dhe u pozicionua në Bedër. Mirë, po pozicionimin të cilën e bëri pejgamberi alayhis salatu vesselam ishte në pikën më të ulur të luginës së Bedrit. Dhe Habab ibn Mundhiri ishte një sahabi pejgamberit alayhis salam, kur e pa taktikën dhe strategjinë e pejgamberit alayhis salam, tha: "O i dërguari i Allahut xhaleshanuhu, tha këtë taktik apo këtë strategji të cilën je duke e përdor, a është vahi prej Allahut xhaleshanuhu apo është mendimi jot i lirë?" Pejgamberi alayhis salatu vesselam tha: "Kjo është strategji lufte dhe është mendimi jem i lirë." Atëherë Habab ibn Mundhiri, i cili ishte me përvojë lufte, i tha pejgamberit alayhis salam: "O i dërguari i Allahut xhaleshanuhu, tha unë kam përvojë lufte dhe tha unë e di një vend më të mirë ku mundemi me qëndru se sa ky vend të cilën jemi pozicionuar ne tash." Atëherë pejgamberi alayhis salatu vesselam e pranoi këshillën e Habab ibn Mundhirit dhe shkuan tek një pus i cili ishte afër Kurejshve. Kur shkuan tek ai pus i cili ishte afër Kurejshve, ata pusët të cilët ishin me ujë i bllokuan, ndërsa për vete e hapën një kanal përmes të cilën do të furnizoheshin me ujë. Saad ibn Muadhi në mesin e këtyre, domethënë, kësaj historie, ai e propozoi edhe një gjë para se të fillojnë lufta. Tha t'ja bëjmë pejgamberit alayhis salam një tend në mënyrë që ta harrojmë, sepse në qoftë se vdes pejgamberi alayhis salam, atëherë kujt do të mbetet kjo fe apo kjo ushtri. Dhe pejgamberi alayhis salatu vesselam e pranoi këtë që të ndërtohet një tend në mënyrë që të harrojmë pejgamberin alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam ju tha: "Në këtë vend, në filan vendi duke bën me dorë me shenjë, tha do të ndroje jetë filani, do të ndroje jetë filani, do të ndroje jetë filani." Dhe pejgamberi alayhis salatu vesselam në mëngjesin e ditës së premte po i shef mushrikët dhe po ban dua: "O Allah, tha, këtu tha janë mushrikët përballë meje, të cilët thot me mendje madhsinë e tyre kanë ardhur për me të mohu ti edhe për me mohu mu, pejgamberllokun tim. Andaj o Allah, pranoma duajën time, të cilën e kam bën se ti do të më ndihmosh, dhe pranoma duajën time që ato të dalin të përkulur prej kësaj lufte." Andaj në mëngjesin e kësaj lufte, ashtu siç njihet edhe betejë e Bedrit, në mëngjesin e kësaj lufte filloi dhe kjo luftë përfundoi me fitore për muslimanët. Në këtë fitore për muslimanët u vran 70 mushrik dhe u 70 të tjerë u robruan, ndërsa nga ana e muslimanëve u vran vetëm se 14 musliman të cilat ran shahid, Allahu xhaleshanuhu qofti kënaqur prej tyre. Pasi që mbaroi kjo luftë, transmetohet prej dietarëve islam, prej historianëve, se në vendet ku pejgamberi alayhis salam kishte bërë me dorë, domethënë kishte bërë me shenjë se filani do të bjerë në këtë betejë, filani do të bjerë në këtë betejë, të gjitha ato njerëz të cilët kishte paralajmëruar pejgamberi alayhis salam kishin rënë mua në ato vende ku kishte bërë me shenjë i dashmi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pasi që i morën, domethënë trupat e mushrikëve të cilët kishin ndruar jetë, pejgamberi alayhis salam i hodhi në pusin e Bedrit.
Dhe pasi që i hodhi në pusin e Bedrit, dol përpara atyre karshit tyre dhe ju tha kështu: Tha, mjerët ju, të cilët thot nuk e gjetët ata të cilët e pritët për i zotrave të tuaj, ndërsa ne thot e gjetëm ata të cilën Allahu xhaleshanu neve ne kishte premtuar. Hazreti Omeri radiallahu anhu, i cili ishte prezent me pejgamberin alayhi salatu wassalam, i tha i dërgumi Allahu xhaleshanu: si është e mundur që ti t'ju flasësh trupave të pajet? Pejgamberi alayhi salam tha: ashtu si jeni duke më dëgjuar thot mu, ju thot këto të vdekurit të cilët thot janë përballë meje, thot më ndëgjojnë më mirë se sa ju që ju kanë përballë. Andaj përmes kësaj të nderuar besimtar, i nderuari moderator Hoxh, përmes kësaj përfundoi edhe çështja e luftës së Bedrit. Pastaj ajo e cila mbet ishte robërit të cilët ishin në luftën e Bedrit. Ebu Bekri e dha një ide se çka të bëjmë i dërgumi Allahu xhaleshon me këto robër. Ebu Bekri tha kështu: tha, unë mendoj se këto robër të cilët i kemi ne në pronën tonë, tha, ne duhet që t'i shesim në mënyrë që të fitojmë para dhe ta mbushim arkën e muslimanëve. Ndërsa Omeri radiallahu anhu e kundërshtoi këtë mendim të Ebu Bekrit duke thënë se gjithë ata të cilët janë robëru duhet vriten, për arsye se ato janë koka e kufrit të cilët e mohuan Allahun xhaleshanu dhe e mohuan pejgamberin, profetsin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund Allahu xhaleshanuhu e përkrahi me ajetin kuranor ku tha: asnjë pejgamber nuk ka të drejtë të ketë robër për vete përderisa të mos arrijë fitoren e plot në tokë. Andaj ky ajet përkoi më shumë me mendimin e Hazreti Omerit, të cilën ata robër duhet të vriteshin dhe nuk duheshin të lishin gjallë. Andaj kjo ishte ajo sa i përket betejës së Bedrit. Allahu xhaleshanuhu qoftë i kënaqur. Hoxh nderuar, na tregoni cilat mësime i nxjerrim nga kjo betejë? Mësimet të cilët i nxjerrim ne nga betejë e Bedrit janë mësime të shumta. Mirë po, mësimi, unë i kam da vetëm 3 prej tyre, që inshallah do të jenë të dobishme për neve. Mësimi i parë të cilën na nxjerrim nga kjo betejë është vetë fakti që filloi kjo luftë. Qëllimi i pejgamberit alayhis salam dhe shokëve të tij nuk ishte që kur ta marrin karavanin të nxjerrin luftë. Ishte vetëm marrja e karavanit dhe të ktheheshin prapë në shtëpitë e tyre. Mirë po, Allahu xhaleshanu deshti që jo ata, jo vetëm ta marrin karavanin e tyre, por që të jetë një luftë e madhe dhe të jetë një mesazh se vetëm tashmë muslimanët janë mobilizuar dhe ato kanë një organizim të tyre. Andaj Allahu xhaleshanu ja u zaventsoi karavanin me një mishë më të madhe, e cila ishte korja e fitores së luftës së Bedrit. Mësimi i dytë, të cilën ne nxjerrim nga kjo betejë, ishte konsultimi i pejgamberit alayhis salam me shokët e vet. Në fenë islame të nderuar besimtarë, i nderuari moderator, përderisa nuk kemi ajet kuranor dhe hadith për një çështje, atëherë në pyetje vjen cila konsenzusi apo ixhmai, mendimi i dietarëve islam. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në çështjen e luftës nuk kishte strategji apo ajet kuranor apo ndonjë hadith, ajet kuranor i cili vinte si shpallje nga Allahu xhaleshanuhu, andaj ai u ndal dhe u konsultua me shok. Andaj çdo herë edhe ne në jetën tonë, përderisa ta marrim në një vendim, duhet të konsultohemi me ata njerëz të cilët janë më të ditur se ne, ashtu si Zoti xhaleshanuhu në Kur'an: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Dhe mësimi i tretë, të cilin na e marrim nga betejë e Bedrit, ishte se përparësia e Saad ibn Muadhit përpara Ebu Bekrit dhe përpara sahabëve të cilët ishin më meritor në këtë luftë apo më meritor në jetën e tyre të përgjithshëm. Qëllimi sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam e mori mendimin e Saad ibn Muadhit ishte se për muhaxhirët nuk kishte problem se ato pranuan të dalin në luftë. Mirë po, marrëveshja e pejgamberit alayhis salam me medinasit të cilët e bani përpara se të bënë hijret, ishte që ato nuk do t'i angazhon me diçka tjetër jashtë Medinës. Andaj vetë miratimi i Saad ibn Muadhit kur i tha se o i dërgumi Allahu xhaleshanuhu, na do të jemi pas teje dhe në qoftë se ti jam sin detit, në qoftë se ti jam sin ujit, atëherë kjo e liroi pejgamberin alayhis salam, zemrën e pejgamberit alayhis salam, dhe e mori hapin për të dalë përballë mushrikëve. Hoxh nderuar, cili është mesazhi juaj për fund? Mesazhi im për në fund, sa i përket betejës së Bedrit, është se pa marrë parasysh se në jetën tonë, sado që vështirësi që të kemi, nuk lun rol se sa jemi të përgatitur. Përgatitja jonë varet në besimin të cilin ne kemi ndaj Allahu xhaleshanuhu. Andaj mësimi në betejën e Bedrit është se mushrikët ishin 1000
në numër. Mirë, pejgamberi alayhis salam ishte 314. Këtu nuk bani, domethënë, dobi numri. Këtu bani dobi bindja e madhe, të cilën e kishin pejgamberi alayhis salam së bashku me sahabët e tyre në drejtim, domethënë në besimin apo në bindjen në Allahun xhaleshanuhu dhe në bindjen që Allahu xhaleshanu ja kishte dhënë atyre në zemrat e tyre. Allahu ju shpërblef për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe elaborim të qartë mbi temën tuaj. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Saad Efendi Jashari. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, Allahu ja pranoftë agjërimin dhe të gjitha lutjet. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.